Islami na tregon që qyshti çat dije që ki, qoftë ajo edhe pak dije, shpërndot tjerë, ja u dhon, sadok, na kemi duhet me dhon zakat edhe për dije, pra. Me dhon sadok edhe për libra edhe për dije. Ju dhon njerëzve. Pastaj, rëndësia e diturisë është nëse ti mëson dikon alfabetin, ja mëson dikujt tabelën e shumëzimit, ja mëson dikujt numrat, ti ke arritur shpërblim të madh te Allahu, që ja ke mësuar dikujt numrat, ja ke mësuar dikujt shkrimleximin. Kime fitu se vape shumë dhaja. Për shkak se një njeri të paditur fillove ta futesh në hapin e dijes. Mirë po ka thënë Sufjan e Thauri, ka thënë që një njeri që mendon që ka arrit dituri është njeri më i paditur. Kurse një njeri që mendon që nuk din gjë, vetëm është non stop në kërkim dijes, ai vetë ka filluar një hap në dije. Pra, duhet me ditë njëri se vetë mashtrimi është i keq. Dhe njeriu duhet me përmirësu maspori vetveten, ka deflehem në zekesh, ka shpëtuaj që e pastaj u burrin e vet, burrin e shpirtit, zemrës, trupit, njëri, 4 prisht. Që të fulir të ti me kanë hajrë, të ecurit ti me kanë hajrë, dobi në gjitha segment. Puna ti, veprat e ti me kanë dobishme.